Partia Socialiste akuzon kryeministrin Berisha se ka dështuar në marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Nënkryetaria e Komisionit të Jashtëm Marta Dade tha se rasti i KQZ-s ka prishur marrëdhëniet e rivendosura prej vitesh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian janë tashmë problematike. Sali Berisha refuzoi mesazhet e partnerëve tanë ndërkombëtar, kërkesat dhe parlajmërimet e tyre për të mos cënuar pavarësinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ai është gjithnjë e më izoluar për shkak të frikës gjenetike për të pranuar humbjen që vjen prej vullnetit të lirë të qytetarëve të shqiptarëve të bashkuar. Sa i takon pozicionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Dade ka ritheksuar domosdoshmërinë për t'i kthyer legjitimitetin institucionit zgjedhor. Ne nuk mund të lejojmë që ky rol e ky imazh i Shqipërisë në Europë e rajon të nëpërkombet nga Sali Berisha, që përgatitet të manipulojë e grabisë përsëri votën e shqiptarëve, duke rrëmbyer antarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e sulmuar këtë institucion, i cili duhet të jetë i pavarur dhe i paprekur nga vullneti politik. Është e domosdoshme dhe urgjente të rivendoset ligjshmëria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e të kthehet besueshmëria e humbur tek institucioni i zgjedhjeve të lira në Shqipëri, si edhe tek pavarësia e institucioneve kushtetuese në vend. Deputetja socialiste shtoi se duhet të rivendoset besimi në sytë e partnerëve ndërkombëtar.